E vëllezër, jemi ditët e fundit të Ramazanit dhe na duhet një ibadet i madh shumë. Që ditët e fundit na duhet një ibadet i madh me përfundu Ramazanin. Ibadeti më i madh për përfundimin e Ramazanit është ato që ka thënë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Zikri, tukabbiru Allah. Me vë zikr ndaj Allah, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, të ditë sa më shumë. La'allakum tashkurun, për me arrit falëndërimin. Sa njerëz kanë vdek, nuk e kanë pritë Ramazanin. Sa njerëz e pritën Ramazanin, mirë po dhejqen e mesën nuk e pritën. Sa njerëz e arritën dhejqen e mesën, mirë po nuk e pritën dhejqen e fundit. Nuk e pritën, vdeqen gjithë, subhanallah. Por që ata me falëndru Allahun, falëndrimi ndaj Allahut Azza wa Jall në këto ditë e kompleton kon agjerimin ton, i jep vlerë agjerimit ton, i jep vlerë veprave t'juve. Pranon tek Allahu Azza wa Jall, në shka me falëndrim ndaj Allahut, me dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Përfundimi më i të njëjtë ngjaje që në dhikr është edhe istighfari. Me thënë astaghfirullah. Shiko subhanallah, mbas namazit na që e krymi, çka thujmi? Mbas çka krymi farzin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Da më thënë a kemi buna me katë, të momentin ta, jo na kemi bu me katë. Po shkaku që na ka mundsu Zoti me kry ibadetin, me thënë Allah falna, për me pranu dhe me thënë Allah Azza wa Jalla ibadetin e adhurimin. ثم أفيضوا من أفاض الناس واستغفر الله. Allah që Allah thëtë kur ceni për e tirë sa Arafatit. E kërë kur shupon Agjia e din, në Arafat, për e Arafatit kur ceni shka du të me thonë sa ma shumë e astaghfirullah, dhe ma thonë se përfundaj ibadeti, dhe shka du të astaghfirullah. Edhe këto ditë që i kemi na, e përfundoj me ditët e tona të agjerimit, me dhikr dhe me istighfar ndaj Allah Azza wa Jall, dhe kjo e përfitojmi dhe e kuptojmi që dhikri dhe istighfari e kompletan agjerimin ton dhe jep shpërblim agjerimin ton, lutjet tona, adhurimet tona e kështu me radhë. Allah Azza wa Jalla na bëjë që këto ditë të pakta që i kemi që na kanë mbet me bu dhikr ndaj Allahut, me falëndru Allahun Azza wa Jalla dhe me shtu istighfarin që me përfundu Ramazanin ashtu siç Allah ka kërkuar. Allah na bëjë të atij ja Rabbil Alamin.